Udhëtimet e krerëve të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zakonisht zgjojnë vëmendjen e publikut për të parë se kush me kë u takua, kush ku foli dhe nëse ata po takohen me lider të shteteve të fuqishme apo me lider të shteteve që nuk kanë ndonjë ndikim të madh. Edhe këtë fillim vjeshte, presidentja Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës morën në rrugë ndarazi për të qëndruar përtej Atlantikut, më saktësisht në New York, aty ku gjendet Celia e Kombeve të Bashkuara. Takimet në kuadër të asamblesë të organizatës më të madhe botërore zakonisht janë të shkurtra, dypalshe dhe shumëpalshe, megjithatë japin sinjale për marrëdhëniet mes shteteve, sepse shumë udhëherës botëror janë të pranishëm në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Megjithatë, vihet re se numri i takimeve të Kurtit dhe Gërvallës ishte më i kufizuar, krahasuar me numrin e takimeve të presidentës Osmani, i cila pati qasje më të gjerë dhe agjendë më të ngjeshur gjatë qëndrimit të saj më të gjatë në Amerikë. Nga analiza e takimeve të bëra publike, del se presidentja Osmani, e cila nisi aktivitetet me 21 shtator, zhvilloi më shumë biseda me president dhe zyrtar të lartë shtetëror, përfshirë edhe me presidentin amerikan Donald Trump. Ajo mbajti gjithashtu një fjalim në Kolegjin e Luftës të Ushtrisë Amerikane. Ndërkohë Kurti, i cili udhëtoi me 25 shtator, pati takime me 3 kryeministra, 6 kongresistë dhe 4 senatorë amerikanë, si dhe mbajti 2 ligjërata në institute të ndryshme. Sa për ministrën Gërvalla, e cila udhëtoi me 23 shtator, pjesëmarrja e saj ishte më shumë në forume dhe në takime të grupeve politike sesa në takime bilaterale. Ajo realizoi gjithsej 3 takime me homolog të saj. Ekspertët e politikës ndohen në 2 qëndrime. Disa e shohin pjesëmarrjen e Kosovës në këto aktivitete si të kufizuar për shkak të mosantarësimit në Kombet e Bashkuara, ndërsa të tjerë theksojnë se në këtë raste do duhej të shfrytëzohet koha për sigurimin e njohjeve të reja. Nga ana tjetër, aktivitetet e qeveritarëve në detyrë janë vlerësuar si të dështuara. Analisti politik Artan Muhaxhiri vlerëson se presidentja nuk ka fuqi ekzekutive dhe rrjedhimisht e ka edhe më të lehtë të realizojë bashkëbisedime të nivelit më të lartë, edhe pse Kosova nuk ka kuvend dhe qeveri me legjitimitet të plotë. Muhaxhiri nuk nguron të vlerësojë se Kurti mbajti takime të kota, me luks të diskutimeve ideologjike dhe pseudo-patriotike, pas një efekt pozitiv ndaj sfidave institucionale, që sipas tij kanë për qëllim maskimin e pafuqisë politike dhe vazhdimin e populizmit të dëmshëm. Presidentja ka rol ceremonial, kurse qeveritarët kanë role ekzekutive. Madje Kurti e Gërvalla janë në detyrë prej 23 marsit, teksa kuvendi ende nuk po arrin të konstituohet. Ministrja Gërvalla, sipas Muhaxhirit, duket se ka marrur turizmin diplomatik si një habi. Sipas tij, ajo shkon e vjen nëpër botë pa ia lënë më të voglën gjurmë shtetërore. Kurse në anën tjetër, në një vlerësim të përgjithshëm, profesori Gëzim Visoka, për një prizme tjetër, argumenton se përderisa Kosova është jashtë sistemit të Kombeve të Bashkuara, aktivitetet e saj diplomatike gjatë javës së sesionit të përgjithshëm i ka zhvilluar në margjina dhe si pjesëmarrëse e dorës së dytë. Si thot ai, në të kaluarën këto ngjarje janë përdorur për të siguruar njohje të reja diplomatike ose për nënshkrimin e marrëveshjeve diplomatike. Por si vjet dhe viteve të fundit, sipas tij nuk duket të ketë pasur avancim në këtë drejtim. Kosova nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara edhe pse e mëton një gjë të tillë prej vitesh.